Do më hëndve që pëlloni ju. Apo, edhe pëllot Albini. Po t'ja po thu mi aprish. Po nuk po dojnë me shku në zgjedhje. As opozita. Po s'po dojnë dhe? E po që kjo problemi I ka Albini fal. i blokotit. Isha të dashur me i shkru shikuesve që të na dërgojnë pyetje te një vend se pastaj s'po mund t'i lexojmë. Albini ka fajet që ka qeverisë mjë skandaloze. Te ky këtu Për taj ka fajet. se dia mund ta fokusojmë afrohen pak ja këtu. Po. Në kanal 10 Facebook aty dërgoni pyetjet se jam kurioz di se çfarë ju mendoni lidhur me këtë situatë që nuk po gjen zgjidhje. Edhe më tutjen derisa neve na ka mbetur diku rreth një 7-18 minuta për t'i adresuar çështjet që kanë të bëjnë me një situatë të ndërlikuar. Dhe po shoh që edhe nga kjo intervistë më shumë po merren në Facebook me pyetjet, nuk e di çfarë pyetje pas ka patur, po s'ka rëndësi kjo punë. Me rëndësi është ta dim cili mund të jetë epilogu i nesërm për ta gjetur zgjidhjen nesër në seancën e 19 do duhet një kapërcim kuantik. Nuk e di nëse kjo mund të ndodhë me këtë situatë. Gash për ty? Është problematike kapërcimi kuantik, po gjithçka është e mundshme në politikë, në qoftë se kjo euforia mi rrit hendeqet mes vetëvendosjes dhe gjithçka shkon nga vetëvendosja drejt ta zojmë këtë rast partnerit të preferuar nga ajo parti e cila me ose pa shefin e disave i ka fitu 400.000 vota. A ti e preferuar? Nga kush? Nga 43% nga Albin Kurti. Po dhe pse le të kenë Albin Kurti e dëshiron zoti Gashi sikur bërën mbretëror që ka pas një palaço me hajgare me ta. Ashtu është Halil. Po që ata e don. Bravo. Se jo me bashkëqeverisë. Nuk bashkëqeverisë, nuk i lidh kur gjë zoti Gashi na folën po gjatë në po të majtën, revolucionare. Nëse don kështu edhe CDU-ja me Spedin Kurxhosi. Po që ata nuk janë revolucionare. Ata kanë zgjedhur kryeministrin. Prandaj në qoftë se ka vullnet pozitiv. Nëse ka po nesër nuk mund të lëviz diçka. Nesër ja nis me gjas me lëviz diçka procesi. Dhe nëse ka vullnet pozitiv kushtrim për kthy Aziri, kjo le të shpresojmë kushtrim. I sigurt jam që dikur do të zhbllokohet situata, por po ashtu le të shpresojmë që mos të zhagitet kaq shumë. Qytetarët po ndihen të lodhur dhe partitë duhet të jenë pak më përgjegjëse, t'i dhojnë vendit një drejtim. Opozita nuk është e gatshme me formu qeverinë, jepi Albin Kurtit, apo kupton? Ja merr në qeverinë, ja jep Albin Kurtit. Nuk ka mes këtë. Ai do të më dhoni zgjedhje, nuk ka kuptim. Ose le të quhen kretë jetojnë atë po shkojnë as zgjedhje. Nuk ka sens çala çdo. O merre o le. Ose kundërta dhe? Po pra. O merr o le. Ose kundërta. Okej, opozita po i thot vetëm ndroja kandidatë. Nesër pritet zgjidhje për ndroja kandidatë që po e votojnë. Për ty, a pret zgjidhjen nesër? Kritikuar qendrimin e opozitës karshi kryetarit kuvendit. Kam thënë, pozicionin e cilin s'po pëlqen ky, po e votoj tjetrën është gabim. Nuk mund të shpëqyta strategji politike as kur gjësh. Në këtë rast, tu e di që i takon kryetarit kuvendit. Nuk mund të më imponu emrin. Ti ke dy opsione, voton për ose voton kundër. I takon propozimin, jo kryetari i kuvendit. Po propozimi çdo i bën njëjtë, kryetari i kuvendit. S'po folim për ministrët jashtë. Domethënë është për kryetarin e kuvendit. Dhe ti ke me propozuar partisë tjetër zoti Roma. Nuk ka, ajo është kanë një propozicion kur ti marrëveshje, por kur s'ke marrëveshje çdo i takon e drejta në këtë rast vetëvendosës. Domethënë kalojmë këtë pikë. Opsioni ku opozita e bën qeverinë ka qenë në tavolinë. Dhe po ndodh një gjë e tillë sidomos pas letrës së LDK-s, sot i shkon çështja e zgjidhur, sepse unë mendoj që opozita po të kishte numër për qeverinë, nuk kish pas arsye mos më voton në këtë rast as Albolena Xhiu, sekretarit të kuvendit, vetëm që me fillu procedura për mandatarin. Në këtë rast dhe me kalu te i dyti, por na jemi larg nga mandatarit, pra kemi të lashë këtu. Dhe opozita nëse ka këtë opsion që me e bë vetë qeverinë, atëra le ta voton nesër Albolena Xhiu, dhe le të bëjnë 62 numra. Le ta presin, le ta përfundojnë radhën. Por as ky s'është opsion që në farformë mund ta thash. Unë nuk po shoh të zgjidhje këtu pas opsionit të zgjedhjes. Po, Pranvera për ty? Mendoj që mas mirë kishte me qenë me shku në zgjedhje, masi asnjëna palë nuk po lëshon pe, mirë po përgjithësia bjen natyrisht mbi të parin, për arsye se i ka fitu zgjedhjet edhe ai duhet me i dhënë kohë kësaj situate.
por